nderuar zoti Gjeneva, nderuar zoti Kardinali, nderuar zoti Gjimenti, nderuar kolonel Nocio, nënkullës të media, faleminderit jeni sot këtu me ne. Kam nderin dhe kënaqësinë sot që nga ambientet e SPAK të bëjmë publike rezultatet e një hetimi të përbashkët mes SPAK dhe autoriteteve italiane, përkatësisht prokurorisë së Barit dhe drejtorisë antimafia DIA. Ky operacion përfaqëson një hap tjetër të rëndësishëm në luftën tonë të përbashkët kundër krimit të organizuar transnacional. Kam kënaqësinë të nënvizoj sot të jepet një goditje e rëndësishme një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, për të cilin ka dyshimet të forta se ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogave të fortave dhe në pastrimin e parave. Ky operacion i mbështetur nga hetime të thelluara dhe nga një shkëmbim efektiv informacioni ndërinstitucional është një dëshmi e qartë e asaj kur institucionet e drejtësisë dhe strukturat e zbatimit të ligjit bashkëpunojnë me besim të ndërsjellët, profesionalizëm dhe përkushtim. Me lejoni të shpreh mirënjohjen time për prokurorët e posaçëm të SPAK, hetuesit e BPH-s, Policinë e Shtetit, si dhe në mënyrë të veçantë për partnerët tanë italianë që sot ndodhen mes nesh dhe që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë hetim të përbashkët. Një falënderim i veçantë për Eurojust dhe Europol për mbështetjen e dhënë gjatë hetimeve të kryera në kuadër të kësaj skuadre të përbashkët hetimore të ndërtuar me provërinë e Barit. Kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën zotit Rossi, kryeprokurorit të Barit.